e ushtarët që këtë kam bëvë rosje. Çfarë thoshte Behar Topilla kur bisedonte me juve për atë masakër? Po, i dëshpruar, edhe shumë i dëshpruar, i neglizhuar prej shtetit Kosovës. Juve vetëm maj, po në s'kum lot derët në Kosovës pa hyrë për shembull ku kanë ndodhur masakra, familjarët kanë vizitu, edhe gjithë janë dëmo dëshpruar janë atë. Me shtetin e Kosovës, juve sot, po prej vitit 99 qershor deri më sot, secila familje janë dëshpruar, që nuk kanë bërë kurrë gjë. Janë të dëshpruar në kuptimin që nuk dëgjohet zëri tyre dhe kështu mund të mos dihet e vërteta asaj që ka ndodhur. Si ka dhënë asnjë hapësirë edhe shumicës edhe nëpër media me dalë me tregu realitetin. Ose në shku media të kanë marrë vetëm 5 minuta dhe i kanë publiku intervistat e tyre. Dyshala, ju keni shumë në arkivën tuaj personale, keni shumë videomateriale, videoincizime që dëshmojnë një lloj dëshmie e asaj krejt që ka ndodhur në Kosovë nga forcat sigurisht serbe. A mjaftojnë në të tilla raste? A mjafton një video arkiv sikur kjo e juaja dhe sigurisht edhe ndoshta edhe të tjera për dëshmu, apo do të ishte shumë më mirë sikur dikush që ka përjetuar në lëkurën e tij, një njeri sikur Behar Topilla i cili ka ndajtur në trupat e 40 kufomave të dëshmoj me zë me figurë? Po besoj prej vitit 1924-1999 do mo dëshmi më shumë se në këtë luftën e fundit e shtetit Kosovës nuk ka pas asnjëherë. Për momentin, unë i posedoj mbi 30.000 orë incizime autentike. 30.000 orë? Po, të gjitha masakrave në Kosovë, përveç masakrës të Mejës, që është incizuar prej vëllezërve Buq Popaj të cilët jetojnë në Tropoj, atë masakrë ende s'ka mujt me morë, edhe masakrën e Poklekit në Drenas. A i keni deponu dikon këto 30.000 orë incizime? Po, unë e kom shuni se to të krimeve të luftës, mbi 10 terabaj, e qindra të mo fotografi ose mira fotografi të krimeve serbe, kom që dëshmit ndryshme, po ata kanë morë bajrakin, ata pa krenohen me punë tamë, dhe kom lonë në dorë tyne. Kur a bëra pyetjen, ishit shumë pesimist në kuptimin që thatë se i keni dërguar, po duket sikur nuk prisni shumë të bëhet diçka me to. Po, si besejnë, mas pare nuk i besej edhe vetë shtetit, apo kupten. Edhe tutën edhe me incizu, me dërzu incizime tjera. Unë do të miru vetë, me rreziku jetën, sepse nuk besej edhe në tarmen që ka më bëti qka për këtë krime, që ka ndodhë në Kosovë. Duke morë parasysh fakte të cilat i posedojmë na. Minutaj, orë, kohë incizime kime dhe gjatë masakrës për shembull, që ka ndodhë, duke në forca serbe të kry krimin, përmi 2 orë në Hagë i kena që të shumë tash shteti në tarmen dëshmit i kondorë, nëse dënë vetëm me bonje akt akuzë. Po prapë unë pa këthejna apet në personalisht nuk i besej. Sepse vetëm këtë vit, në më mbi 80 paramilitarë sërbë, ja kom gjithë shtetit Kosovës, që kam bo krimin në Kosovë, ja kom të regu ku jetojnë, ja kom të regu shpinë ku e kanë në Kosovë, qëfar krime kanë kry, në cëllën pjesë Kosovës kanë bo masakrë, edhe unë kanë thonë se këta paramilitarë sërbë më kanë drejt me jetu në Kosovë. Praktik ke dërguar fakte, por që si kanë marrë për bazë, pasaj? Jo, unë për Drenica jela me pancirë për shembull, e lash pancirin të jashtë, sepse jam e rrezikun, e më të lirë janë ata sërbë që kanë bo krimin në Kosovë, për kujt jeni e rrezikuar ju? Se unë që jam që jetoj në vantamin. Për kujt jeni e rrezikuar ju? Pa jam e rrezikuar për këtyne sërbë që çdo ditë i postojnë në Facebookun. I qes me fakte, me fotografi, ja qes shpinë ku janë të jetu, edhe bashkëpunëtorët e tyre di kush janë, po nuk i publikoj për shkak që mundet më bëmë pak edhe marrë rrezikita jame, edhe normal që jam e rrezikuar, edhe vitin e kaluar një dini fort mirë që presidenti serb publikisht më ka kërcënuar mua, Aleksandar Vučić. A i keni në vend sigurt a këto dëshmi që po thoni se i keni? Jo, nuk janë vend sigurt, disa kopje e këna që i kum në Amerikë, te Belol Gashi është një person i Gjakovës, cilë edhe më ka nimu me bon digitalizimin e tyre, edhe tjerat nuk janë sigurun, edhe mbi 6.000 kasete kam në shret që nuk e dhja zve që akun të. Dikun 18.000 orë. A janë vend sigurt shto, që mund të mos merren letë, mund të mos dëmtohen nga kushtet atmosferike, ose nga ndonjë fatkeqësi? Shumica janë dëmtu, sepse shritin nuk dëmohet 12 vjetë, nuk jeton më gjatë. Edhe fillon mu myk, mu kolbë.
Shambull në lëshej një kaset e këshyri, ka mundësi 10 herë kaset mu këput shriti. Do në morë me qelë, me